vetëm një të fundit. Ajo në fakt nuk ishte vrasje shtetërore. Nëse shohim mënyrën se si është ekzekutuar Temeseko, është kriminale, është mënyra se si një band sillet, jo se si një shtet sillet, sepse shteti me ligjet që ka mund dënojë dhe të ekzekutoj. Po Temeseko nuk u dënua dhe u ekzekutua. Temeseko u dënua dhe pastaj e rrahën dhe e torturuan deri në vdekje. Po pse sipas te bën askush? Pse mbas se kjo është një pyetje që nuk sqarohet, pse ata mbasi e dënuan me vdekje nuk zgjodhën skuadrën e pushkatim, po zgjodhin vdekje të tillë. Kishte një sekret që mendonin që do ta nxjinin, për këtë arsye zhvendosën, kishte kontakte të Kadria Zbiut, siç thuhet në këtë shkrim të Meçollarit. Ndoshta, ajo që di them është që po shikoni videot e gjyqit Temesekos, do shikoni që gjatë fundit, edhe pse Temeseko bashkëpunon dhe pranon akuza që nuk janë fare të vërteta, dhe ai vetë di që nuk janë të vërteta, po ta shohë gjatë fundit ai duket sikur domethënë vendos që të shkputet nga kjo lojë e cila i kishin servir dhe tregon shenjat e një personi që nuk është më aq bashkëpunues se sa këto prisnin. Ndoshta është një nga këto, po siç e thash, historia e vëllezërve Seko dhe familjes Seko ngre më shumë pyetje se sa përgjigje.